Bilanci i viktimave nga dy tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën vijon të rëndohet. Sipas autoriteteve, numri i të vdekurve ka kaluar 1400 persona, ndërsa mijëra të tjerë rezultojnë të plagosur ose të zhdukur. Ekipet të shpëtimit nga vendet të ndryshme të botës po punojnë pa ndërprerje në përpjekje për të gjetur të mbijetuar në ndërrojat e ndërtesave të shembura. Një nga historitë më prekse vjen nga shteti bregdetar La Guaria, një nga zonat më të goditura nga katastrofa. Një grua e moshuar u nxorë gjallë nga rënojat pasi kishte qëndruar bllokuar për afër 72 orë. Operacioni u realizua nga njësia ushtarake e emergjencave të Spanjës, ndërsa momenti i shpëtimit u shoqërua me duart rokitjet e banorëve që prisnin me ankth lajme për të afërmit e tyre. Në terren ndodhen tashmë mbi 1600 punonjës të huaj të ekipeve të kërkim shpëtimit, ndërsa autoritetet bëjnë të ditur se grupet e tjera pritet të mërrinë në ditët në vijim. Megjithatë, operacionet po përballet me mungesë të makinerive të rënda, duke detyruar shumë banor të kërkojnë të afërmit e tyre me duar mes rënojave. Shkalla e vërtetë e katastrofës mbetet ende e paraqartë. Kryetari i Parlamentit të Venezuelës, Jorge Rodriguez, deklaroi se qindra persona vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur. Ndërkohë, një platformë e opozitës pretendon se mbi 55.000 persona figurojnë ende të pa-identifikuar ose të pagjetur. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka paralajmëruar se numri përfundimtar i viktimave mund të kalojë 10.000, duke i renditur këtë tragjedi mes tërmeteve më vdekjeprurëse në historinë moderne të Amerikës Latine. Mesazhe solidariteti kanë ardhur nga e gjithë bota. Papa Leoni XIV u lut për viktimat gjatë fjalës së tij në Rom, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Venezuelën. Washingtoni ka miratuar një paketë fillestare ndihme për $150 milion, ndërsa një fond tjetër me vlerë $100 milion pritet të shpallet brenda pak ditësh.